Mirë se erdhët, jemi në Prishtinë, por gjithmonë përtej kufive. Sot ka vendosur unë të jem ajo vepra e artit. Ndodhem në një atelje bukurie, përballë kam një grua që ka guxim të shikoj njerëzit thellë në sy dhe t'ju dhuroj shkëlqimin që meritojnë. Ajo ka udhëtuar, ka dashuruar, ka humbur, por dhe ka fituar. Sot është përballë meje Vesa Muça, mirë se të gjeta. Mirë se erdhët. Më gëzohem shumë për gjitha këto fjalë të bukura që mi the, realisht ndihem shumë superiore në këtë aspekt. Absolutisht merituara. Faleminderit. Ne jemi parë për herë të parë në Stamboll. Para shumë vitesh. Para shumë vitesh, por ne nuk do të fillojmë aty sot. Ne do të fillojmë pak më përpara. Të gjithë ata që na ndjekin duhet të dinë më shumë rreth teje. Unë kam ardhur tek ne i thonë le nanës aku e sapone. Është e vërtet. Dhe po mezi po pres të marr atë shkëlqimin që sapo apremtova dhe atyre që na ndjekin. Edhe unë do ta bëj me kënaqësinë më të madhe, sidomos ishte kënaqësi e madhe kur ne u ritakuam përsëri bashk, edhe kjo është një emocion, patjetër. Në Prishtinë, sidomos, edhe jam gëzuar shumë që ke ardhur në Prishtinë. Sepse unë tani më duket vetja sikur jam bërë vendase e Prishtinës, nga që kam shumë vite që jetoj këtu. Dhe më duket sikur vërtet Prishtina është dhe imja, edhe kur të pash ty më... Ke arsye për ta thënë, po këto do ta zbulojmë gjatë intervistës. Patjetër, ne sumbim kohë dhe fillojmë. Patjetër. Me njerë. Fillimisht, para se të fillosh ti me pyetjet ndaj meje, dua që të them lëkurën e ke shumë të mirë dhe ke të pastër. Dhe është guxim të dalësh pa make-up, si ke ardhur ti sot tek unë. Jam shumë e guximshme në këtë drejtim. S'mendoj vetëm këto, mendoj për gjërat e tjera. Okej. Unë e shijoj edhe pjesën kur bëj make-up, më pëlqen jashtëmase shumë. Edhe si rituale kam shumë qef, por kur fillon dhe të bëhet obligativ nga njëherë, është vërtet se para kamerave kjo është e nevojshme. Shpeshherë edhe më rëndon dhe kam edhe atë ndjesin që dhe lëkura kam më shumë nevojë për trajtime. Patjetër. Po që dukesh që merresh me trajtime dhe ti I bën, sepse lëkurën e ke goxha të mirë. Faleminderit. Po kur të shikoj ty, më bie ajo shprehje e bukur. Ajo është një fjalë popullore që ti e meriton. O Korçare, o I çfarë. Është e vërtet. Nga Korça në Turqi. Po. 5 vjeç ke qenë. Po. Si ndodhi? Si ndodhi. Nuk ka qenë zgjedhja ime, ka qenë zgjedhja e familjes. Cili vit ka qenë? 90-ën. Në 90-ën. Po, domethënë fillimet kanë qenë ajo koha sapo u hapën kufit. Edhe ndoshta akoma nuk ishin hapur, por familja ime ka qenë, domethënë gjyshi, këta kanë qenë oficer, edhe ajo ka qenë zgjidhja që ne e zgjodhëm Turqinë. Shumica nga vendi jon kanë ikur në Amerikë, por gjyshi im ka pas depules të madhe për nënën, dhe ajo I ka pas kushurinë në Turqi dhe kjo ka qenë që ne tikim aty më shumë. Atë ka qenë një pjesë që ose Amerika është shumë larg dhe në Turqi, në Stamboll e kemi më afër. Edhe na përshtatet pak më shumë në mentalitet, mbas edhe kjo është. Nuk e di, unë mendoj që ka bërë gabim, ndonjëherë nuk duhet dëgjuar vetëm të kesha shumë depules për gratë. Gjyshi im këtu ka gabuar, mendoj unë. Nuk thonë pra koto Korçare. Po, si ka qenë për ty? Ke kujtime të bukura nga fëmijëria? Patjetër që kam, ka qenë një fëmijëri që unë jam rritur me shumë përkëdhelje, sepse kam qenë vetëm një vajzë në familje dhe pas 9 vitesh vjen në jetë vllai im dhe ka qenë, si them, një pjesë... Kishën gëzimi parë. Gëzimi parë, merreshin shumë me mua, fjala ime ishte ligj në familje, për shembull bënim be për kokën time, atëherë ishte reale, ashtu ka qenë sidomos tek pjesa e gjyshërve. Domethënë ka qenë një fëmijëri e mirë, nuk mund të them e keqe. Kështë mungonin miqt, shokët, fëmijëria në Shqipëri? Realisht unë në Shqipëri nuk jam rritur. Dhe unë, nga që kam jetuar në Stamboll, sa fillova që të mbaroja shkollimin dhe këto dhe të krijoja një shoqëri të timen, pastaj unë erdha në Prishtinë. Dhe kështu që nuk është që kam ndonjë kujtim për Shqipërinë, kam vajtur herë pas here, kuptohet, e vizitoj shumë shpesh herë, por si ta them,
Nuk kam në një nostalgji për arsye sepse nuk ke kujtime, ke ikur shumë e vogël. Faktikisht edhe unë kam ikur në moshën 10 vjeçe, jam larguar nga Shqipëria, por kam disa kujtime, sepse kam qenë më e madhe, por para moshës 5 vjeç edhe nuk kujtohesh. Do me thënë miqtë e tu, në Turqi miqtë e tu të parë kanë qenë turq. Po. E mësove shpejt gjuhën? Ke kujtime në këtë drejtim? Jo, kam kujtime... Apo të duket turqishtja si gjuha jote e parë, të drejtë? Jo, tani të tregoj. Okej. Nga që ne flisnim turqisht në shkollë, dhe veten se harroj asnjëherë. Veten në shtëpi dhe ja nis flas turqisht. E ti që kam ngrënë një tajak nga mami im, që sa harroj kurrë, që gjuha në shtëpi nuk do flitet asnjëherë turqishtja. Dhe unë asnjë fjali turqisht nuk kam përdorur dot në shtëpi. Sepse e di që edhe unë as është e mirë, po kjo që ka ndodhur. Një shqipe të mrekullueshme. Për të tjerë që e dëgjojnë është vetë kuptueshme, e kuptoj, po unë e di fare mirë sa e vështirë është jetosh jashtë, edhe ti të artikulohesh kaq bukur në Shqip për shkak se çfarë. Kemi patur të detyruar dhe gjëja më e mirë sepse ne kemi patur dhe familjarë të tjerë që kanë ardhur, kanë emigruar, por në shtëpi e flisnin turqishtën. Dhe gjëja më e keqe unë mendoj sot që sado që ne mund të jetojmë në një jo në vendin tonë, dhe të harrojmë shqipen, nuk e di, nuk më duket shumë arsyeshme kjo gjë. Të harrosh gjuhën është faktikisht të harrosh rënjët. Po. Edhe me gjuhën ikin edhe shumë virtyte të tjera. Është e vërtet. Tradita. Është e vërtet dhe plus asaj, nuk e di, në këtë aspekt unë jam e rrept, pak mendoj që është gabim më i madh. Komuniteti shqiptar në Turqi ka qenë, besoj, në nivelin e dur. On top, kemi pas shumë miq në Shqipëria? Kemi pas, nuk mund të them dhe aq, po që... Thuhet që në Stamboll jetojnë mbi 1 milion shqiptarë, 2 milion shqiptarë. Edhe më tepër. Thuhet që është komuniteti më i madh i shqiptarëve në diasporë është në Turqi. Mendoj që racën turke, në rast se ju shikoni dhe thoni që janë njerëz bukur, ne ja kemi rregulluar. Kjo është një realitet. Domethënë ne dhe bosnjakët ka shumë, domethënë edhe tek ajo zona ku kam jetuar unë. Kështu që turqit në rast se raca e bukur, në rast se shikoni dhe në këto filmat, serialet e këto, është shumica janë shqiptar. Kështu që këtë gjë e dim. Okej. Si erdhi tek zgjedhja e profesionit në Turqi? Atëherë, familjarët e mi donin që unë të bëhesha doktoresh. Problemi im ka qenë që unë, që kur kam lindur, unë mendoj që kjo, përveç se pasionit, unë e kam dashur këtë si e vogël. Në momentin që unë veja në shkollë, nuk shikoja dhe nuk e dëgjoja se çfarë më thoshin, po unë shikoja çka ka veshur sot, si duket, pse i ka lyer kështu syt, ose pse si lyen këtë formë, domethënë si e vogël ishte kjo gjë. Pastaj e panë që përveç të pasionit, unë adhuroja këtë gjë dhe vazhdova shkollimet. Kam mbaruar shkollat më të mira, realisht në Stamboll, dhe kam vazhduar tutje. Dhe sot jam shumë e lumtur që kam zgjedhur të bëj një profesion që unë e quaj është vërtet pasion, dashuri, dhe unë nuk lodhem të kjo punë. Se shpeshherë edhe gjërat ose situatët në jeta nuk na ka përkëdhelur aq shpesh, por puna mua vërtet më ka qetësuar dhe kam ndier veten shumë mirë. Domethënë harroj çdo gjë kur futem këtu. Këtë kam dëgjuar shpeshherë dhe në trajnime profesionale që jepen, këshillohen gjithmonë njerëzit të zgjedhin një profesion të cilin e bëjnë me dëshirë, sepse pikërisht në momentet më të vështira të çdo lloj profesioni ose sipërmarrje, janë ato momentet që kur ne duam profesionin, na japin më shumë vullnet për të kaluar krizat, le themi, profesionale që kemi. Shumë e vërtet. Pajtohem me këtë gjë. Po ti ke shkëlqyer në këtë sferë. Ke shkëlqyer në këtë sferë si në atë kohë, por edhe në këtë kohë. Faleminderit shumë. Shikoj më klar. Absolutisht një nga make-up artistët për mendimin tim më të talentuara, edhe shumë e kërkuar. Ndoshta më ka ndihmuar edhe piktura. Por patjetër do kalojmë tek ajo pjesë, por fillimisht dua të di në Kosovë çfarë të solli. Në Kosovë.
Kosova është dashuri vërtet, për mendimin tim, por vërtet mua më ka sjellë tu dashuria. Okej. Pastaj jeta, unë mësova këtu, më kam pritur shumë mirë, edhe më duket sikur është vendi im i dytë, realisht. Kuptoj të kjo pjesë sepse në Kosovë kanë të vërtet djem shumë simpatik. Patjetër. Edhe kjo ka ndodhur para Shumë vitesh. Shumë vitesh. Neve realisht jemi rritur bashkë, por fati e deshi ose gjërat ndodhen që ne sot i kemi shkëputur lidhjet, por kemi marrëdhënie shumë të mira njëkohësisht. I ruajmë. Kjo do të thotë që prap këtu jam, domethënë këtu vazhdoj akoma që të jetoj edhe të kemi jetën time. Për sa vite jeton në Kosovë? Kosovë mund të them gati 20 vite, po i ke hajde. Tani jeton natyrisht në Shqipëri aktive? Po, dhe në Shqipëri. Kur erdhe në Kosovë? Po flasim para 20 vitesh, pas lufta. Situata nuk ka qenë... Mos të them edhe më shumë. Po, edhe më shumë. Situata nuk ka qenë as në favoret e shtetit, por ma merr mendja edhe nga ana profesionale as në të tuat. Çfarë kujtimesh? Si tu duk tregu? Fillimisht ishte ajo frika, siç ta thash, që thosha si do më presin. Kam patur 2 bashkëpunime. Njëra ka qenë, dua ta cek, sepse ka qenë vërtet një zonjë me mamin e Anita Muçaj. Kemi pas një bashkëpunim të shkurtër, por ka qenë vërtet një grua shumë e mirë, edhe kemi hapur një qendër bashkë, domethënë ajo e hapi dhe ne kemi pas bashkëpunime. Dhe aty e parë që mua, bashkëpunimi i parë ka qenë, dhe më kam pritur shumë mirë klientët, sepse unë duhet të krijoja dhe nuk e dija se si do më prisnin. Dhe pas asajt hapa qendrën time. Kam lëvizur lokacione, kjo nuk është në të mirë në të timin, por kam kliente prej atyre viteve. Klientët gjithmonë kanë shoqëruar. Më kanë ndjekur. Qoftë dhe në Shqipëri kur kanë vajtur, e di që ata kanë ardhur me mua. Jo të gjitha kuptohet, por shumica po. Dhe kjo unë mendoj që është një vlerë për mua, sidomos, se tregon që vërtet më duan për punën që bëj. Çfarë do më interesonte mua të dija është si arritet të krijosh klientelën këtu, sepse të vish nga Turqia, të startosh në një shtet ku sapo ka mbaruar lufta, ku nga ana profesionale je 10 vjet para, kuptohesh, nuk kuptohesh, paguhesh për atë service që ti ofron. Cilat kanë qenë kompromiset që ke bërë për të fituar klientelën? Edhe si Bora, asnjëherë nuk e kam patur këtë lloj problemi, mund të them që unë të krijoj klientët. Nuk e di, nuk është kudo që të vetëm duket unë e krijoj dhe kam të vërtetuar me këtë gjë, qoftë edhe në Tiranë kur vajtas e do flasim dhe për këtë gjë. Nuk është, sepse kur vinte njëra e di që ajo sillte tezen, gocën e tezes, mamin e këto dhe nga një bëshin 4-5, më kupton? Dhe krijohesh e klientela. Me rëndësi është të dish të mbash klientelën. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe unë di që, mendoj që di ta mbaj, dhe kjo më bën që unë të jem krenare me veten time. Absolutisht që po. Ka pasur në një ditë në salonin tënd ku nuk ka hyrë asnjëri brenda ose me ditë të tëra dhe ke thënë. Patjetër. Ka menduar më përpara jam mërzitur, kurse sot ja bëj vetes këtë gjë, sepse mendoj duhet të kem kohë edhe për veten time. Në rast se unë brenda ditës kam 1 ose 2 klient, mundohem që të paktën ti shty në një ditë, e di që do punoj intensivisht të gjithë ditën dhe të nesërmen do kem kohë për veten time. Domethënë kjo nuk është më është e rëndësishme, sepse nuk... Të mëson, këto janë ato mësimet e rëndësishme të viteve që mëson një femër që është në biznes. Është vërtet. Kam dëshirë të kthehem në kjo karrikja që jam ullur unë tani. Këtu janë ullur shumë vajza, janë ngrimuar që i përkasin showbizit. Po, është vërtet. Cila është ajo e preferuar e jotja? Nuk duar që të cek vetëm një, sepse unë kam shumë, por patjetër që kam disa që i veçoj më tepër. Mendoj që përveç asajt krijon dhe një lloj miqësie. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Në momentin që krijoj dhe ajo, atëherë bësh, si them unë, e bën punën dhe më me qef, pa përtim, prap. Kështu që këtë gjë
Se di. Ke shumë të preferuara? Kam. Vajzat këtu janë edhe e duan me këngë. Mendoj që edhe unë jam e preferuara atyre. Patjetër. Kush ka qenë e para? E para? Personazhi më i famshëm dhe e para, ku ke thonë, wow. Sepse këto janë ato momente që nuk... E shef më zuri ngushtë, është e vërtet. Ka qenë, më duket, sfilada që është mbajtur me Fatil Berishë në vitin, nuk e mbajt saktësisht vitin mënd, ajo ka qenë, që ka marrë pjesë, ka qenë një e shkurtër, po që aty ja nisi që unë kisha bashkëpunime me VIP-et, pastaj kam filluar vetë, por nuk e di, do me thëmë kështu sakt pjo, nuk e mbaj mënd, por e di që më kanë ardhur. Më kanë ardhur vetë. Po, ajo që ti ke thënë, këtu nuk do t'a shoh më në salon. Ka ndonjëherë? Shife, kur ta mendosh, mbase më vjen mend. Ndoshta unë kam një tip që unë e bëj njeriu për vete. Dhe vlerësoj sinqerisht tek vetja ime, ndoshta ajo vjen me një qëllim të ndryshëm, por që nuk më ka ndodhur, që ti them vetes që kjo mos të mbi. Jo. Nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Mo besoj jo. Jo, as te klientet. Si është ndërtuar tregu sot në Kosovë ose në Shqipëri? Me siguri ka dhe ndryshime, por do më intereson të parimisht njërë në Kosovë. Vajzat që vinë të estradës janë sot më të vetëdijshme që ky shërbim edhe duhet të paguhet mirë, apo negociojnë gjithmonë me çmimet dhe kanë dëshirën e këtyre bashkëpunimeve në kompensim. Është temë shumë e bukur kjo gjë. Ka marrë një vlerë ky shërbim që për mendimin tim në showbiz është një nga ato sferat ose ato gjërat më të rëndësishme, sepse momentin që ne nuk dukemi bukur, as ekrani nuk në dëshiron daq shumë. Është e vërtet, po më përpara, VIP-et për shembull kanë ardhur dhe nuk e kanë patur punë që të reklamonin dhe të bënin reklama, dhe kanë qenë vetëm te ty, dhe ka qenë më e besueshme te klienti. Kurse unë sot nuk kam shumë dëshirë që ta bëj një gjë të tillë, sepse kur është tek unë, pas 4-5 dite ti e shef te tjetra, duke bërë të njëjtën ndoshta reklam që e bën tek ty. Nuk e di sa mund të jetë e besueshme tek një klient. Kështu që unë me fytyrat publike nuk i marr më, domethënë, një kosto aq sa të tjerat, e bëj gjysmë, dhe i them që nuk e nevojë as reklam të më bësh. Për arsye, po do vish tek unë, do vish pse unë jam e mirë për një trajtim që bën. Edhe nuk më duket shumë e besueshme, sepse ajo, edhe ato i kuptoj, sepse kam punë, marrin lek nga storyt e tjera, me radhë, por për mua, unë si kliente, kur të futem në një faqe dhe e shoh një VIP, për shembull, është tek Besa, jo të gjitha, është tek Besa dhe pas 3-4 dite, del te tjetra. Tani cilës ti besoj, se deri dje ti e lavdrove, the si Besa s'ka, ky është trajtimi i mirë. Unë kuptoj fare mirë këtë pjesë, Besa ti je një piktore shumë e talentuar. E kam hobi realisht. Kush i kam mbaruar në një shkollë. Pikturat e tua nuk duken si hobi, për shkak sepse pikturon në talaje shumë të gjëra. Shumë, që nuk është e lehtë. Jo, nuk është e lehtë. Si është pikturosh në detaje? Kush ndryshimi? Ndryshimi është që kur pikturoj në hapësirë shumë të mëdha, më duket sikur futem me gjithë trupin aty. Më kupton, e shijoj atë moment kur kam detaje kështu më të vogla. Edhe kjo është një kënaqësi e papar, kuptohet, por piktura është tjetër gjë. Është vërtet. Çfarë ndjen? E harroj, domethënë të gjitha ndjen, në rast se unë emocionalisht nuk jam mirë, ajo shprehet edhe tek nuanca e ngjyrave që unë përdor. Ke bërë pikturat më të bukura kur janë ndjer më keq? I kam bërë, por sot kur i shoh, nuk jam shumë i kënaqur me nuancat që i kam dhënë, sepse vërtet ajo reflekton, sepse janë gjitha nuancat më të mbyllura, më nuancat të errta dhe nuk është që më bën mirë, domethënë. Pasionon ndjenjë. Por janë të bukura, është e vërtet. Okej. Sa piktura ke piktuar deri sot, i ke numëruar?
Jo, nuk i kam numëruar, por kam bërë shumë. I kam bërë miqve të mi, i kam bërë edhe realisht është si një lloj biznesi i vogël që mi kërkojnë, por kam shumë. Po e di që një pikturë e kam bërë ndoshta mbi 8 herë, sepse kam filluar të njëjtën pikturë. 8 herë. Ja kam nisur për një gjë, jam penduar, të nesmen e kam parë, nuk më ka pëlqyer, pas 20 ditë e kam bërë, kam thënë jo, nuk është kjo që dua unë, dhe e kam bërë gati 8-9 herë. Ku është ajo pikturë sot? E kam në shtëpi. Në shtëpi. Do të na japësh për gjithë ata që na ndjekin një foto, sepse me padyshim që kemi dëshirë ta tregojmë. Se çfarë është bërë nga ajo vepër shumë bukur. Jashtëzakonisht bukur. Sa kushtojnë parafërsisht pikturat e Besës? Po tash varet nga matësia, kuptohet. Mbas matësisë edhe koncept. Piktura më shtrenjtë? Piktura me shtrenjtë ka qenë 1900. Ku shitur? Tiranë. Në Tiranë. Po. E ka blerë një ardashës. Po. Me siguri. Okej. Është arti është diçka shumë e bukur. Edhe më pëlqen shumë kur njoh njerëz të ngjashëm, sepse edhe unë kam pikturën shumë pasion. Nuk di të pikturë e bukur, po është ajo që theti më parë që kur nga njerë nuk ndjejmë dhe aq mirë, unë vetë personalisht shkruaj dhe pikturoj. Unë e di që ti e shumë talente. Për të shkruar shkruaj më bukur, për të pikturuar jo dhe aq. Po kam edhe unë pasion shumë të madh dhe mendoj nga njerë që janë ato ilaçet e shpirtit. Edhe piktura është gjë shumë e bukur. Ku është ndryshimi të piktura është në telajo edhe në një fytyrë në një vajze? Më besoj që nuk kam një ndryshim, sepse edhe unë tani kur të shikoj t'i parë dhe këto nisem thëmë okej, do t'i bëj një krim pak më glamur ose pastaj kthejmë thënë jo, i duhet çik më thjeshtë. Edhe piktura ashtu, unë nisem me një qëllim dhe pastaj gjatë rrugës e ndroj, domethënë kështu që nuk ka ndonjë ndryshim. Frymëzohesh nga ai që patjetër. E rëndësishme është të dish kombinimet e nuancave. Shumë e rëndësishme. Po dite jo thjesht e kafta, bluja dhe jo, duhet t'i marrësh. Ajo është qefi më i madh që kur i bën ato gjëra. Ajo është. Ajo ndodhet edhe te flokët. Si ndodh për shembull me pikturat, kam dëgjuar dhe e kam provuar, që penelat janë dhe ngjyrat, natyrisht kualiteti, janë shumë të rëndësishëm me çfarë aplikon. Ngjyrat po, për shembull unë aplikoj më shumë me duar. Me trup, me krah, varet si të vi, domethënë, sidomos abstrakti atë e ka. Se është liri, domethënë, vetë nuk ke një gjë që unë portrete këto gjëra nuk i dua pikturat që janë të definuara ose nuk e di. Abstrakte më pëlqen më shumë dhe nuk përdor shumë penele kështu gjëra. Më shumë me duar. Sot e shikoj që ke ndërtuar në Kosovë biznesin pak më ndryshe, se shumë vite më përpara. Shumë vite më përpara ke pasur një flavor për ballësi, huge, big businesses. Shumë e vërtet. Kurse sot gabimi më i madh. Kurse sot shoh shumë e personalizuar dhe me padyshim për mendimin tim më elitare, për shkak sepse shikoj që këtu në sallon është mjaftueshëm i madh, por është konceptuar për një person. Po, për një ose dy. Si që thash, unë i kam klientet e mia gati 20 vjeçare, jam bërë me ato, përveç se vinë që t'rregullohen, kemi krijuar dhe një lloj, më duket vetë në njërë dhe psikologe, do me thënë, sa do që duket shtu, se klientë është marrë puna etike, jo, vim pa orar, dhe nuk e dim dhe vetë sa zgjatë, se thot, të bëjmë një shërbim, do të niste tjetra me radhë, dhe mendoj që është që me mirë sot si jam sa më përpara. Sepse klientja ime përveç se do shërbimin tim, ka dëshirë që të pim dhe atë kafe në bashkë dhe të ndjen shumë mirë me mua. Po, është absolutisht një atmosferë që është shumë ngrohtë dhe të jepet atë ndjesinë që të ndjesh e rëndësishme, private. Shumë e vërtet.
edhe për mua personalisht është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Sepse ka momente ku nuk kam dëshirë të më shikoj dikush Shumë e vërtet. pa lyer, ose në disa momente që janë pak kësa dhe intime e të tjera. Është e vërtet. Do të thëmë edhe biznes e bëjmë ndryshe sot. Është e vërtet, plus edhe dua dhe kohën time si që thash. Do më thonë shumë e rëndësishme. I përgëzoj të gjitha ata që kanë biznes që nuk e udhëheqin vetëm dhe kanë një staf shumë të mirë dhe mendoj që e kanë si fabrik, i përgëzoj, më vjen shumë mirë, por unë mendoj që unë ndihem mirë kështu si jam. Më bëhet qefi. Faleminderit. Si janë marrëdhëniet e tua sot me Tiranën? Ti ke vendosur të jetosh në Shumë të Prishtinë? mira. Edhe pse kam ditë për ditë kërkesa që besa kur do kthesh, kur do na kthesh, kur do Nuk kanë vish. humbur shpresën. Jo. Bilet shumica edhe andej kur vinë, se vizitojnë shpeshherë Prishtinën, vinë tek unë dhe por që për momentin nuk mendoj që të jem në Tiranë, sepse kam krijuar, siç e thash, këtu një lloj komoditeti, por bashkëpunime kjo zot thotë që s'do kem dhe do kem shumë shpejt. Por do kem kujdes. Shumë me kë do bashkëpunoj. Në Tiranë. Po, patjetër. Këtu në Prishtinë, ke pasur një herë atë ndjesinë që njerëzit me të cilën ti bashkëpunon ose dhe shoqërohesh kanë thënë, kjo e Tirana. Ndoshta mua kështu s'ma kanë thënë, por patjetër që po e kanë thënë instinktivisht brenda vetes, po mua nuk ma kanë shfaqur, përkundrazi kanë dhënë komplimente dhe që jemi të kënaqur që je këtu. Si e me gjuhën? Me gjuhën? Me Pak ja e shikon, një që ka ndryshuar, por prap mirë e ruaj, mirë, ka që vite. Ke bërë ndonjëherë një gaf? Mënyrë të shprehur? Jo, gaf jo, po ne kemi disa shprehje. Si Jonida me gjaklavicën, si në Big Brother. Nuk e di, ajo. Si të gjaklavicë, duka, koma se kam kuptuar, si të gjaklavicë, apo Nuk e di, nuk e di. Sepse unë nga njëherë kur i them për shembull lagjet ndryshme, ku je, ku ndodhesh, ka je, më thonë, për shembull jam Dragodan, ose jam Naktash, edhe shikoj që habiten, më thonë, ku i mësoj kjo ka shpejt? Pa jo shaftësi që ti mësoj që ti ka shpejt, po që... Jo, unë kam patur këta. Si kuptoja fillimisht këta erdha, dhe në ka rënë rasti që në mëngjes të zgjohemi bashkë, më kupton, edhe direkt pyetja e parë ka qenë, u lodhe? Edhe unë kam thënë, u lodha jo, më vjen keq, s'u lodha, se tani sa u zgjova. Jam shumë e lodhur. Dhe ma abisë të dësha pse, ose ne që kemi një thënje tjetër. Si u gdhive, për këtë ishte një skandal, i vërtet. Si u gdhive. Ka qenë fillimet, po. Këtë të dytën e kishë harruar, po do të provoj nesër në mëngjes. Se ne do jemi akoma. Reagimi është kjo. As nuk theni as një përgjigje, unë thosha, pse nuk. Po ka dhe një double sense këve poshtë. Se kisha menduar. Është e bukur. Prishtina ka një zhvillim shumë të madh, domos kohët e fundit. Sektorin e bukurisë. Edhe bukurisë, gjithashtu. Me make-upin po avancojmë edhe çfarë po shohim, pëlqen shumë. Shumë natyrale. Po, edhe të shkon. Këtë doja të pyesja, cilat nuanca do ishin për mua? Ngjyrat e tokës. Të shkojnë shumë. Dhe sa më natyrale, sepse dukesh më fresh. Është, por... E di që i këtë vështirë tani edhe të buj buzë dhe flasësh. Jo, kam një pyetje shumë të rëndësishme. Pjesa e të bërit make-up do pak talent. Patjetër. Por pjesa e estetikës kërkon dhe pak teknologji sot. Po, është e vërtet dhe kjo hecën shumë shpejt. Çdo 3 muaj dalin gjëra të reja. Siç e thash, unë jam avancuar edhe tek pjesa e estetikës, sidomos trajtimet e fytyrës e këto, sepse ka qenë dhe kërkesa e klientëve, por njëkohësisht unë kam bërë shumë kënaqësi për këtë gjë, edhe kam vazhduar, jam shkolluar në Turqi dhe në Shqipëri. Më ka ecur shumë mirë kjo gjë. Dhe i jap shumë rëndësi. Cila teknika, unë lexova diçka në lidhje me
Hifu, po, hifun. Hifuja realisht është një lifting pa gjylpëra, pa intervenime, dhe është shumë efikase, sepse gjëja më e mirë e kësaj është që bëhet një herë në vit. Kam folur shumë për hifun dhe kam goxha kliente që vinë për hifun. Është një teknikë që vërtet për mua për momentin është bomb. Sepse dallimin e shikon më njëherë gjatë procesit që ne jemi. Cila moshë është e përshtatshme për këtë ose cilës kliente po? Cilës kliente? Prej moshës 28. Po ne kemi dhe shumë lëkura që janë ndoshta duket 28 e ka moshën reale, por kështu duket si një 40 e kusur vjeçare, sepse lëkurën e ka të lodhur. Kjo njëkohësisht prodhon edhe stimulon që të prodhoj kolagjenin, kështu që është gjë e mirë, por prej moshës 28 deri në moshën 65-70. Dhe rezultatet janë të dukshme? Të dukshme. Pas 3 muajsh është komplet ai rezultat që ne e presim, por gjatë edhe aplikimit që bëhet, me njërë e dalon të më thëmë. Unë po pyes për hifun, sepse është një teknik që më është sugjeruar edhe mua. Ti duke folur, unë duke të luer buzët, unë gojën kështu. Është që ti këtu ishte e gjë. Po të pyes për hifun për shkak sepse më është rekomanduar dhe mua. Po. Edhe jam shumë kurioze që ta bësh teknikësh e jote. Se jo, base mund ta bëjmë këto ditë. Po. Oraret i caktojnë. Nuk ishin në favorin tim, sepse sot me zor e gjetëm dhe një moment për të bërë këtë intervistë, që edhe dua të falenderoj shumë. Edhe unë ty. Por siç e kam thënë që unë klientit kam më kuptojnë në këtë aspekt kur i tregova që sot kam xhirime, okay, nesër. Kështu që janë besnika. Po. Cili është vizioni jot për 5 vjeçarin e ardhshëm? Këtë eksperiencë që ke marrë, ke vendosur ta trashëgosh? Po, e kam patur si mendim para 2-3 vitesh këtë gjë, por kjo është një punë ekipare. Elita Akademie. Po. Mendoj që është një mendim shumë i mirë. Shumë e mirë është, por do staff. Si thotë e fjala me një lule nuk qel pranvera ose nuk vjen pranvera, dhe kjo rasti konkret kjo është. Dhe nga që është pak e vështirë, sepse punosh me ekip është shumë e vështirë. Nuk është që unë nuk jap, po jap individuale. Nuk jam shumë e përkushtuar të kjo punë, sepse e di, si që thashtë dhe më përpara, që është punë ekipore dhe është pak e bezdisur. Ndoshta unë sot jam në humor, tjetëri nuk është. I di të me thëmë peripetite e kësaj gjë, por unë së shpejti do nxjerr produktet e Elite Beauty-t, që janë 5 produkte, minimalisht, pastaj si gamë mund të zgjerohemi, varet se si do ta pranoj klientin, ndoshta si pëlqen, por unë mendoj, po duhet të jemi, se është një punë që mendon 50-50, dhe më vonë mendojmë që të zgjerohemi më shumë, por 5 produkte do dalin shumë shpejt. Në treg. Make-up apo mirëmbajtjen e lëkurës? Jo, për mirëmbajtjen e lëkurës. Okej, unë mendoj që do jem një nga klientët e para. Patjetër. S'ka diskutim. Sepse jam shumë kurioze, po e njoh edhe atë dashurinë tënde për detajet. Është vërtet. Kështu që dhe produktet do quhen Elite? Elite Beauty dhe ato ashtu dhe ke, po thjesht do kenë emrimin varësisht se për çfarë do përdoren. Besa, duhet falenderoj shumë për xhiron e bukur që na ke bërë, qoftë në jetën tënde profesionale, por edhe personale. Unë kam dëshirë ta lëm të karrikën ku ti shkëlqen, është zona jote e rahatis, dua të shpërngulemi le të themi zonën e rrezikut, ku kam dëshirë të të bëj disa pyetje. Patjetër. Që shkurt, por dua të të ftoj për një gotë dhe të zhvendosim nga këtu. Je gati? Me dëshirë më të madhe. Okej. Atëherë shkojmë. Po, shkojmë. Mit apo fakt?
Atëherë, siç e shikoni, jemi të zhvendosur në ambiente kaq të bukura, të ngrohta, që pikërisht te këto ambiente janë dedikuar një gruaje. Unë të ftova për një gotë verë, Është e vërtet? por ti përsëri nuk e lë pa na serviru këtë kafen turka. Nuk e lë dot. Nuk e lë dot, e shijoj. Po, është me të Realisht e vërtet, shijoj. e kam bërë shumë bukur, edhe Dekorin, po. do na shijoj. Por para se ta pim, shpejt e shpejt i bëjmë ato pyetjet me spec, që unë i kam përgatitur me shumë dashuri. Shpresoj dhe unë të përgjigjem ashtu siç ke shef ti. Mit apo fakt? Okej. Mund lejo të një fjali plotësuese. Atëherë, mit apo fakt, vipat që hiqen në Instagram, sikur janë super të pasura, në realitet, vinë dhe kalojnë nga salloni im dhe më kërkojnë gjithmonë ulje çmimi apo kompenzim. Mit apo fakt? Fakt. Okej. Kam pasur momente ku në Kosovën kam dashur ta lënë natën, e jo ditën. Secili nga ne kemi një moment të caktuar, jo vetëm për Kosovën, do thosha, por ndonjëherë them të iki fare larg, po është vetëm e shkurt. Po ka ndodhur. Ndodh patjetër. Fakt. 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 Kjo është pyetje shumë e bukur. Të kesh dikë në rreth që nje, dhe nje ligjin mirë, është t'jesh sikur t'jesh në gjyq. Duhet kesh kujdes se ç'a thua, mit apo fakt? Mendoj mit. Është mit. Okej. Në dinamikën e dashurisë, shpesh luan rolin e xherrit. Ajo që ndiqet. Sepse je lodhur duke qenë Tomi, mit apo fakt? Unë mendoj që E që gjua. mendoj që tani jam Tomi, nuk jam më Gjeri. Nuk jam o xhere. Ja. Okej. Atëherë që ka fakt. Drejtësia në Kosovë, për aq sa ke parë ti, e mbyll një sy për ata që janë pushtetshëm dhe kanë para. Nuk mendoj që është vetëm Kosovë. Në gjithë botën kështu funksionon. Po Fatkeqësisht. Kosovë është fakt, i bie atëherë. Fakt. Okej. Nuk janë pyetje aq të lehta, Jo, ose pra, nuk është kush e di sa do më shajnë ose sa do më thonë, po ka të drejtë. konkurenca në Prishtinë është e padurueshme, kurse në Tiranë është akoma më egër. Mit apo fakt? Mit, mendoj. Mendoj që Kosova edhe Shqipëria janë njësoj. Janë njësoj. Njësoj. Besa Muça është një markë tashmë tepër e fortë. Por Besiana brenda shtëpisë është një kuzhinjere shumë e mirë dhe madje edhe shtëpinë e fshin dhe e lan vet. Fakt. Sepse marr kënaqësi mbi të gjitha. Po, E adhuroj, domethënë, shtëpia për mua ka një vlerë shumë të madhe. Në rast se unë të ras një mikesh ose një mik në shtëpi, dihet se për mua është vërtet i vlefshëm. Në momentin që ne dalim në restorant ose në një vend, jo gjithmonë, kuptohet se ndonjëherë edhe për shef dalim, por nuk e ka rëndësinë aq të madhe sa unë të ras njerëzit e mi në shtëpi. shtëpia është Kam shumë intime. dëshirë, po, kam dëshirë shumë. Është edhe shumë për të vlerësuar. Faleminderit. Po të kisha mundësinë ta nisje jetën ndonjëherë nga fillimi, do të zgjidhje një jetë të qetë, shtëpiake, larg famës, biznesit dhe stresit. Jo, nuk do ta zgjidhja. Do isha kjo që jam sot. Përsëri, Përsëri është fakt. gjithmonë e përsëritur Besa Muça. Ka është e vërtet. Okej. Frika nga plakja zbutet kur kuron të tjerë. Është e vërtet në një formë, sepse tani siç e thash, gjërat janë avancuar dhe unë mendoj që plakja, ndoshta njeriu nuk plaket asnjëherë në shpirt, por edhe në pamje tani, sepse i kemi mundësit. Nuk jam dakord ajo që thon dua që të jetë rrudha ose dua që të dukem, jo. Unë kam shef njerëzit e kuruar dhe i pëlqej shumë për këtë gjë, kështu që të avancuara janë sot kohrat. Pasioni e një profesioni. Sot, pas gjithë këtyre viteve, uljeve dhe ngritjeve që unë kam pasur në jetë, më në fund mund të them që jam e lumtur edhe jam e përmbushur.
Kam qenë e përmbushur, ndoshta sot nuk jam dash, por e lumtur është një temë e gjerë, nuk mund të them. Nuk mund ta shpjegoj me një fjalë. Jam apo s'jam, është një temë shumë e gjerë. E kuptoj. Ka disa tema që dhe ne sonte bashkë dhe nuk i kemi prekur fare, por kanë qenë të qëllimshme. Jeta shkon para. E vlerësoj. Unë dua të falenderoj pa mas për sinqeritetin, ngjyrat që ti na dhurove sot, ne, mbi të gjitha forcën që ti pasqyron dhe për te make-upit. Mendoj që është arma ime më e fortë. Absolutisht që po, ndër të tjera, dhe ti vetë je shumë e fortë, unë dua të uroj sukses. Edhe pavarësisht se nuk i le këto kafet, një gëzuar, edhe çdo të mirë. Faleminderit. Nga unë Malbora Gura dhe Besa, ju urojmë një mbrëmje të këndshme në vazhdim. Shpresoj ta keni shijuar intervistën dhe mos harroni të na ndiqni si çdo të diel në orën 6 për te kufive. Gëzuar.